Në gjykatën e posaçme dha dëshminë e tij edhe Vullnet Muça, vëllai i Aleksandër Lahos, i njohur edhe si Rumi i Shijakut. Vullnet Muça ka treguar se kur i vëllai u plagos nga atentati i 1 nëntorit në mbikalimin e shkollëzetit, e mori vesh nga lajmet në televizion, ndërsa shton se në atë kohë nuk kanë pasur konflikte të hapura me askënd. Ai shprehet se nga plagosja e asaj kohe Aleksandër Lahos sot është thuajse invalid. Muça thot se nuk ka asnjë njohje me dy të pandehurit Dervishaj dhe Meçe, si dhe as me emrat e tjerë të botës së krimit që përmenden në gjykatë. Vëllai i Lahos tregon se me ish prokurori Ndoja është takuar 2 a 3 herë përpara ngjarjes dhe disa herë më pas. Lauren Dervishaj, Julian Meçe, Amar Shkëmbir, Edian Raja, Ariol Halila e të tjerë nuk i njoh, i kam dëgjuar vetëm si emra. Aleksandër Lahun e kam vëlla. Në kohën kur është plagosur vëllai kam qenë duke bërë palestër. E pashte titrat në televizor dhe më pas i pa makinës e shkova në spital. Mora vesh që ka qenë në makinë me Andi Malokun dhe Arjan Ndojan. Në atë kohë na rasi bomb sepse nuk kemi pasur mosmarrveshje me palën tjetër. Kemi qenë në gjendje duke u interesuar në spitale me vëllain dhe sot ai është thuajse invalid. Ai tha erdhën dhe na gjuajtën nga pas, një plumb kapi në kokë dhe i ka rënë si traumë, nuk mbante mend asgjë. Jemi munduar të mësojmë të vërtetën sepse me njerëzit që e bën atentatin e nuk kemi pasur mosmarrveshje. Nuk mund ta dim se kush e ka bërë sepse s'kemi pasur konflikte me njeri. Arjan Ndojan e kam takuar 2 a 3 herë para ngjarjes. Pas ngjarjes u takuam disa herë për atë që ndodhi. Ai tha t'jalëm kohës për të kuptuar se nga na erdhi kjo punë. Në ato momente ne ishim të tronditur në rasi bomb. Me familjen e Andi Malokut njihemi si bashkëfshatar. Me Andi Malokun njihem sepse shtëpiti kemi thuajse ngjitur. Aleksandër Lahu në 2019-2020 ka përdorur një Benz të zi. Arben Meçën e njoh, ka qenë komshi me ne në Sukth. Kohët e fundit dhe unë kam qenë jashtë, s'kishim më marrëdhënie. Bashki Malokun dhe Zamir Çybjan i njoh, i kam komshinj. Kunati im punon në portin e Durrësit. Edmond Çekiçin e kam njohur, më ka respektuar, e kam respektuar. Ndër të tjera, Vullnet Muça mohon të jetë përfshirë në falsifikimin e dokumenteve për çështje pronësie në zonën e Xhirit të Lalëzit. Në këtë dosje hetimore është dokumentuar skema kriminale e Rumit të Shijakut me bandat e Durrësit e të Shijakut, i cili jepte prona në këmbim të eliminimit kundërshtarëve. Jam arrestuar për punë mesazhesh, punë pronësie, nuk kam lidhje me sigurim kushtesh për të kryer vrasje. Bashkim Axhi nuk e njihja, nuk kam falsifikuar dokumente për zonën e Lalëzit. Lauren Dervishaj e kam njohur si kontingjent kriminal. Aldo Avdylajn nuk e njoh, deklaron ai përpara trupit gjykues.